Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi të gjithë ju. Mëshira përbën thelbin kryesor të Islamit. Ajo përshkon të gjitha aspektet e besimit, duke nisur nga raporti i njeriut me Zotin, tek raporti i tij me njerëzit dhe çdo gjë që e rrethon. Kurani dhe tradita profetike e përshkojnë Islamin apo mëshirën si një dimension universal, i cili kalon përtej çdo kufir kulturor, fetar, racor, gjinor e tjerë. Për të folur për këtë temë, kemi sot të ftuar në podcastin Porta e Mëshirës zonja Fatma Karaj, përgjegjëse e zyrës së gruas në komunitetin musliman të Shqipërisë. Zonja Karaj, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Atëherë pa humbur kohë do të nisim menjëherë me konceptin e parë, pra me konceptin e rahmetit, mëshirës. Si përkufizohet rahmeti, mëshira që të jetë kaq gjithëpërfshirëse? Pra një koncept që ne në fakt e hasim edhe tek emrat hynor, tek emrat e Allahut xhaleshanuhu. E vërtet. Mëshira në fenë islame zë një vend shumë të veçantë dhe tepër të rëndësishëm, do të thosha, ajo që ndron në qendër të besimit, është si shtylla e besimit. Në fakt, mëshira nuk është thjesht një ndjenjë, por është një parim jetësor, do të thosha, e cila ka një rëndësi të veçantë sepse harmonizon jetën e njerëzve, vendos qëndrueshmëri në jetë, drejtësi, lidh njerëzit më tepër me njëri tjetrin. Do thosha është ajo e cila e mban në këmbë një popull, një komb, dhe që pa të, nëse e heqim këtë mëshirë nga qenia njerëzore, atëherë do të thosha që do të bëhesh një kaos, jeta do të ishte një errësirë. Islami e vlerëson shumë mëshirën, dhe që çdo gjë është krijuar nga mëshira. Fillimi i krijimit të kësaj gjësie ka filluar nga mëshira. Zoti me mëshirën e tij krijoi këtë gjithësi. Gjithashtu krijoi njeriu dhe krijoi gjithçka që t'i vinë në shërbim njeriut. Dhe këtë e ka krijuar vetëm prej mëshirës së tij të madhe. Kjo mëshirë përfshin gjithçka. Njerëzit nëpërmjet mirësive, nëpërmjet mëshirës së Allahut ushqehen. Ne marrim gjithçka, marrim ushqimin, marrim ujin. Shëndeti gjithashtu është prej mëshirës së Allahut dhe përmendet në një ajet në Kuranin famlar, ku Allahu thot, unë ja kam bërë vetes detyrim mëshirën, ndaj dhe ju kam krijuar prej kësaj mëshire. Dhe po të shohim dhe suret në Kuranin famlar, thuajse të gjitha suret përveç njërës fillojnë me Bismillahirrahmanirrahim. Do me thënë, pas emrit të Allahut, direkt vjen Rahman dhe Rahim, që i gjithë mëshirshmi, mëshirë ploti, mëshirë bërësi. Pra, vjen fjala mëshirë. Çdo gjë nis me ta. Gjithçka nis me këtë. Dhe kjo tregon atë, do me thënë, që përpara gjykimit të Allahut vjen mëshira. Pra, në Kuranin famlar, kjo fjalë zë një vend të jashtëzakonshëm, përmendet gati 79 herë në Kuranin famlar. Dhe po të shikojmë ajetet që kanë të bëjnë me gjykimin e Allahut, që janë si një paralajmërim për njerëzit, përfshin një vend më të vogël në Kuranin famlar. Prandaj dhe Allahu është i mëshirshëm. Pasi Allahu nuk na ka krijuar për të na ndëshkuar, por na ka krijuar për ta dashur atë, për ta adoruar. Prandaj dhe, do me thënë, ai na ka dhënë gjithë këto mirësi në jetë, si ne të përfitojmë për këtyre dhe të shpërblehemi për veprat tona të mira në botën tjetër. Ne kemi fatin, kemi shansin e mirë që jemi një popull që ndjekim rrugën e profetit Muhammed, që ndryshe përkufizohet si profeti i mëshirës. Si e shohim në jetën e profetit këtë gjë? Pra, si mishërohej mëshira në jetën e profetit? Ai ishte shembull për çdo njeri, ishte shembull për çdo aspekt të jetës. Pra, si e shohim këtë veti të veçantë ose këtë moral të lartë të mëshirës në jetën e profetit alayhi salatu vesselam? Profeti sallallahu alaihi wasallam, përveç shumë veçorive të tjera si si i durueshëm, besnik, i drejt, e tjera, ka pasur dhe këtë veçorin tjetër i mëshirshëm.
Madje citohet në Kuranin famlart ku thuhet ne nuk të dërguam ty veç se mëshirë për botët. Kjo është një cilësi specifike e profetit Muhammed a.s. Që përmendet posaçërisht për të, domethënë. Jo se profetët e tjerë nuk e kanë pasur këtë cilësi, patjetër që e kanë pasur, por është specifike për profetin Muhammed a.s. E gjithë rruga e tij, misioni i tij, jeta, veprimtaria e tij përfshihet, domethënë, me këtë cilësi. Ai ishte i mëshirshëm. Ai gjatë gjithë jetës së tij është përpjekur me atë butësinë, drejtsinë e tij, është përpjekur që t'i afrojë njerëzit në rrugën e drejtë, t'i udhëzojë ata që të njohin të gjithë mëshirshimin dhe të mëshirohen, domethënë. Dhe është përpjekur saqë përmendet edhe në Kuranin famlart, ku thuhet ti gati sa nuk e shkatërrove veten tënde, veç se për t'i udhëzuar ata. Domethënë aq shumë ka vuajtur profeti i nderuar që njerëzit të gjejnë të gjithë mëshirshmin. Dhe atës gati sa nuk e zinte gjumin për këtë gjë. Madje ka trokitur me qindra herë tek njerëzit të cilët edhe kanë dashur ta vrasin profetin a.s., ta sulmojnë. Për shembull, përmend rastin e Ebu Xehlit. Profeti a.s. ka shkuar me qindra herë te Ebu Xehli. Pse e ka bërë këtë? E ka bërë që ai të udhëzohet. E ka bërë prej mëshirës së madhe që ai kishte. Jo vetëm për njerëzit të cilët ishin të udhëzuar, por edhe për ata të cilët ishin të pa udhëzuar, pra kërkonte shpëtimin e tyre që ata të mos ndërshkoheshin në botën e përtejme. Kaq i mëshirshëm ka qenë profeti a.s. Dhe kur sahabët e shikonin në një gjendje që profeti shumë sulmohej nga kundërshtarët, shumë tortura ka kaluar, tortura nga më të ndryshmet, ofendime nga më të ndryshmet dhe prapë nuk u dorëzua. Përsëri kërkonte shpëtimin e njerëzve, udhëzimin e tyre, dhe sahabët i drejtoheshin duke i thënë: o i dërguari i Allahut, lutu Zotit që të na i heq këto pengesa dhe t'u jap atë ndëshkimin që e merituar. Ndërkohë profeti a.s. i drejtohej duke i thënë: unë nuk jam dërguar si shkatërrues, por si mëshirues. Dhe hapte duart e tij të bekuara duke thënë: o Zot, fali ata, sepse ata nuk din ç'bëjnë, domethënë. Pra, ai e dinte shumë mirë sepse është edhe ai udhëtimi i Miraxhit që ka bërë profeti a.s. Dhe aty është pasqyruar një pjesë nga dënimi i xhehenemit dhe e ka ditur shumë mirë se sa i rëndë është ndëshkimi në botën e përtejme, prandaj dhe përpiqej kaq shumë t'i udhëzonte ata. Dhe thoshte këtë: sikur ta dinit atë që di unë, shumë do të qanit dhe pak do të qeshnit. Shumë e vërtet. Prandaj dhe kulmi i mëshirës arrihet nëpërmjet kësaj që profeti a.s. kërkonte falje te Allahu për këta njerëz. Pra, nga ajo që edhe u tha, shohim që nëpërmjet Kuranit edhe nëpërmjet haditheve ne kuptojmë që në fakt mëshira e profetit dhe koncepti i mëshirës në Islam është universal, pasi nuk është e limituar vetëm me besimtarët. Dhe të gjithë ato që ju thatë, në fakt profeti a.s. i bën me jo besimtarët. Dhe pra Ebu Xehli, njerëzit e tjerë që e rrethonin, imagjino se si do të ishte raporti i tij me familjen. Dhe se si ne duhet ta përfitojmë ose të marrim nga këto mësime të profetit dhe t'i praktikojmë në jetën tonë përditshme. Pra nisëm nga kjo, si duhet që një nën, një baba, një musliman ta reflektoj këtë mëshirë në përditshmërinë e tij, në familjen e tij, me njerëzit që e rrethojnë. Pra, si mundet ne që të marrim nga këto mësime të profetit alayhi salatu wassalam, sidomos në një muaj ku është muaj mëshire, është muaj falje, siç është muaji Ramazanit. Pra të përfitojmë sa më shumë nga këto mirësi apo nga këto begati që na ka dhënë Zoti. Patjetër. Shembulli i profetit alayhi salam është shembulli më i madh i njerëzimit. Që ne sadopak të ndjekim prej tij, patjetër që do të reflektojmë në jetën tonë të përditshme. Si që thash dhe pak më përpara, mëshira është ajo veçori kaq e rëndësishme e cila e bën njeriu më të dashur me njeriu. Zbut zemrat. Zbut zemrat, i afron njerëzit me njëri tjetrin, rregullon komunikimin.
komunikimin, dhe kjo është shumë e rëndësishme, duke krijuar kështu ura bashkëpunimi mes njerëzve. Dhe sa më të mëshirshëm të jemi, aq më të dashur do të jemi me njëri tjetrin. Aq më shumë pozitivitet do të përcjellim dhe te fëmijët tanë, patjetër. Dhe kjo është gjëja më e bukur, domethënë që mund të mbjellim tek fëmijët tanë dhe tek brezat. Pasi në kohën kur jetojmë ne vuajmë nga konfliktet, nga mosmarrveshjet, dhe kjo vjen nga një zemër ngurtësuar, realisht. Pra, profeti alayhi salatu selam është një lloj, ose mësimet e tij janë një lloj etaloni që ne na mësojnë se si ne të zgjidhim këto konflikte, si ta zgjidhim këtë çështje. Në fjalët e tij profeti thotë edhe këtë që kush nuk mëshiron njerëzit, Allahu nuk e mëshiron. Pra, duke vendosur një raport të shëndetshëm midis anëtarëve të shoqërisë dhe duke mos e limituar sërish vetëm midis muslimanëve apo vetëm midis besimtarëve. Unë në fakt do doja një mesazh të shkurtër drejtuar gjithë dëgjuesve, gjithë ata që na ndjekin, si duhet të jetë raporti jon me mëshirën në Islam. Pra, profeti alayhi salatu selam na mëson shumë gjëra, Allahu azza wa jall në Kur'an na flet shumë për mëshirën, si të bëhemi ne njësh me mëshirën, pra duke përfituar dhe nga pastërtia, kthjellësia që na sjell vetë agjërimi i këtij muaji. Për ta kuptuar më mirë mëshirën e madhe të krijuesit të gjithësisë dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam, kemi shembullin e nënës ndaj fëmijëve të saj, domethënë, ajo përpiqet me këshillat e saj që t'i mësoj t'i edukoj ata për të bërë sa më të mirë. Sepse do t'i shoh sa më mirë. Patjetër, do të shikoj atë frytin e tyre, domethënë shembullin më të bukur që ata mund të kenë. Unë do ta mbyllja dhe me një hadith të profetit alayhis salam, kur ai ishte bashkë me sahabët pas një betejë dhe shikojnë situatën e një nëne, e cila vraponte të gjente fëmijën e saj të humbur në atë fush betejë, dhe sapo shikonte një fëmijë e merrte në krah, kujtonte se ishte i saj, në momentin që e dallonte që nuk është i saj, e lëshonte dhe vraponte, gati sa zemra t'i plaste, domethënë, nga ankthi, nga stresi që ajo përjetonte. Dhe në momentin që e gjen fëmijën e saj, ajo e merr në krah, e përqafon fort dhe e ushqen atë. Dhe më pas profeti i nderuar i pyet sahabët, a mendoni, thotë, se kjo nën do ta hedh në xhehenem, në zjarr, domethënë, fëmijën e saj? Ata thonë, jo, i dërguari i Allahut. Ajo gati sa po i plaste zemra, si mund ta hedh fëmijën e saj në zjarr? Dhe profeti alayhis salam i thotë, kjo është vetëm 1% e mëshirës që Allahu ka zbritur në sipërfaqen e tokës, ndërsa mëshira e Allahut është shumë, shumë herë më e madhe. Dhe ajo i përfshin të gjithë njerëzit pa dallim. Shumë faleminderit për kohën tuaj, për mesazhet e vyera. Të nderuar dëgjues dhe shikues, këtu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun xhelle xhelaluhu që na bëj prej atyre që janë të mëshirshëm. Elus Allahun azza wa jall që të vendos dashurinë e tij në zemrat e çdo besimtari dhe të pranoj për nesh agjërimin e kësaj dite dhe adhurimet që kemi kryer. Miru takofshim.